Është kënaqësi e veçantë për mua që mirëpres sot, teksa shënoj 11 korikun, ditën botërore të popullsisë. Çdo vit kjo ditë është një mundësi për të ndalur, reflektuar dhe për t'i bërë vetës disa pyetje. Çfarë na tregojnë me të vërtetë numrat për jetët, zgjedhjet dhe shpresat e njerëzve në shoqëritë tona? Dhe edhe më e rëndësi, çfarë mund të bëjmë së bashku që të ndërtojmë një të ardhme ku të drejtat dhe zgjedhjet e secilit person mbështeten realisht. Sot, në ditën botërore të popullsisë, takohemi në një moment vendimtar, jo vetëm për botën, por edhe për Kosovën. Të dhënat janë para nesh. Regjistrimi i popullsisë 2024 na ka ofruar portretin më të qartë dhe më gjithëpërfshirës të shoqërisë kosovare në mbi një dekadë. Dhe ajo që na zbulon na detyron të reflektojmë thellë dhe më e rëndësishmja të veprojmë tani. Këto shifra na tregojnë diçka thelbësore. Kjo nuk është thjesht një çështje statistike, është çështje e të drejtave, zhvillimit njerëzor, barazisë dhe mbi të gjitha zgjedhjes. Në mbar botën, vendet po japin alarmin për uljen e shkallës së lindshmërisë. Po kriza e vërtet nuk është se njerëzit po kanë më pak fëmijë. Kriza e vërtet është se shumë njerëz nuk mund të kenë familje që dëshirojnë. Raporti botëror i UNFPA-s mbi gjendjen e popullsisë tregon se njerëzit ende duan mesatarisht 2 ose më shumë fëmijë. Por shpesh sistemet u bllokojnë rrugën. Nuk e përballojnë dot kujdesin për fëmijë. Banimi është shumë i shtrejtë. Punët janë të pasigurta dhe vendet e punës nuk janë fleksibile. Gratë në veçanti përballen me zgjedhje të pamundura midis amësisë dhe përparimit profesional. Dhe grupet e marginalizuara duke përfshirë prindërit e vetëm, personat LGBTQI+, përballen ende me barriera ligjore, shoqërore ose financiare. As Kosova nuk bën përjashtim. Regjistrimi i popullsisë 2024 së bashku me raportin e ri ndryshime demografike, implikimet për politika dhe zhvillim e bën qartë. Ende nuk kemi ndërtuar një shoqëri ku zgjedhjet dhe aspiratat e njerëzve mund të realizohen plotësisht. Pas çdo statistike që ndon një histori njerëzore. Një grua e re në Gjakov që do të donte të krijonte familje, por nuk gjen një vend pune që ofron pushim të lehonisë. Një djalë i ri nga rajoni Mitrovicës që e le fshatin, jo sepse do, por sepse nuk e gjen punën që i përshtatet aftësive apo ëndrave të tij. Një çift në Pej që do të donte të kishte një fëmijë të dytë, por nuk e përballojnë rritjen e çmimeve të banesave dhe kostos së kujdesit për fëmijë. Këto të zvoglojnë dallimet me zonave urbane dhe rurale që çdo fëmijë i lindur në Skenderaj, Dragash apo Prishtinë të ketë qasje në arsim dhe shëndetësi cilësore. It's a real pleasure for me to join you all today as we mark the World Population Day. I want to thank Visara from UNFPA and her team, as well as the Reinvest Institute for convening this important dialogue. So I have one global message, and that is, again, referring to the State of the World report, population report, which challenges us to reframe the whole conversation around fertility and population change. It reminds us that young people around the world are not turning away from families, but they're rather put off by job insecurity, unaffordable housing, unequal gender norms, and uncertainty about the future. So the real crisis is not declining fertility, it's declining confidence. The belief that people can build the lives that they aspire to. And this calls for a shift to enable people's rights and choices. Now, Kosovo's context is very much a reflection of these global trends. We are very fortunate in Kosovo to have one of Europe's youngest populations, but many of the young people here in Kosovo face the similar barriers, the uncertainty about their jobs, housing, access to care, and even belief in a better tomorrow. This is hardly surprising when almost a third of youth are neither in employment, education, or training, and only about a quarter of the female population participate in the labor force. And this is even lower for young people. So if you're serious about a sustainable and inclusive future, we must engage young people, listen to their aspirations,
and actually respond. This is possible through policies that need to remove the barriers young people face, from quality education, decent jobs, housing, health and care services. So let me turn now to some demographic trends in Kosovo. Although the population is still very young, it's no longer growing. And since the last census in 2011, the population dropped by 8%. Fertility has fallen from 2.3 to 1.8, and there's a growing group of older persons. This shift brings both challenges and urgency, and the window to harness the demographic dividend is narrowing. Kosovo needs to act now to build a future that retains its people, supports families, and creates conditions for all to thrive. This means investing in human capital, meaning education, health, social protection and skills, stronger care systems that recognize unpaid care work, women, professional caregiving, and a right to family life. For too long, Kosovo has relied on women staying at home and looking after every family member that needs care, be it preschool children, the elderly, the sick members of the family. This is unpaid care work, and those women are actually substituting for state. So building this care economy, reforming the care economy in Kosovo, I'd say is really high priority. Që edhe në emër të Institutit Reinvest ju uroj një saadë në këtë event që shënon ditën botërore të popullsisë. Falenderoj UNFPA-n për bashkëpunimin e vazhdueshëm, si dhe për kushtimin e tyre në vazhdimsi, se gjithë ju për pjesëmarrjen dhe vëmendjen që ofroni kësaj teme të rëndësishme. Ne në Institutin Reinvest jemi të mendimit që është një moment kyç për Kosovën sa i përket aspektit demografik. Me përfundimin e regjistrimit të popullsit vitit 2024, ne kemi të dhëna të plota, po edhe të besueshme demografike, cilat evidentojnë se ka transformime të rëndësishme në shoqërinë kosovare. Rezultatet janë domethënëse dhe kërkojnë sigurisht se një reflektim të thellë. Kosova ka shënuar rënien e popullsisë, kryesisht të shtyr nga dy faktorë, para emigrimi i lartë, si dhe ulja e lindjeve. Në të njëjtën kohë, përmirësimi i shërbimeve shëndetësore dhe standardet jetesës ka rritur jetëgjatësinë, gjë që nënkupton se Kosova po kalon drejt një shoqërie në plakje, dhe se dritarja e shfrytëzimit të rinisë po ngushtohet dhe kërkon veprim të menjëhershëm. Raporti që prezantohet sot thekson gjithashtu edhe pavarësitë në aspektin hapësinor e social. Pra, përderisa qendrat më si Prishtina po shënojnë rritje, komunat më të vogla, veçanërisht ato në zonat kufitare, po shënojnë të kurje domethënëse. Madje pasi të dhënat e regjistrimit të popullsisë nivel vendbanimesh janë bërë publike, është evidentuar se ka shumë vendbanime, cilat vetëm vitin 2011 kanë pasur banor, sot kanë 0 banor, që e tregon se do të kemi një organizim, po edhe një nevojë për veprim të shpejtë. Në këtë kontekst, politikat bazuara në dhëna bëhen gjithnjë më të rëndësishme, sepse ka rëndësi për optimizim dhe reorganizim me reforma në arsim, në shëndetësi, në punësim dhe mbrojtje sociale, e me fokus të veçantë në disa kategori, si që janë trit, po dhe gratë, siç me drejtë u tha, që në mënyrë të disproporcionale përballen me ose preken nga këto ndryshime. Pa e zgjatur shumë, sepse kur flet i fundit ke rrezikun përsëritesh, unë mendoj se diskutimi sot është i rëndësishëm që të filloj një diskutim më përmbajtësor në nivel të shoqërisë, për shkak se na duhet një konsensus bazik për atë se si do ta shohim zhvillimin demografik të ardhmen, e veçanërisht si do të ridizajnojmë politikat publike në mënyrë që të adresojmë sfidat që përpara na i ka evidentuar regjistrimi i fundit i popullsisë. Tu u tha me drejtë edhe evidentohet edhe në studime tjera që një prej aspekteve që lidhet me kapitalin njerëzor nuk kërkon ose nuk ka rezistencë madhe prej askujt. Megjithatë neve na duhet bëjmë presion konstruktiv që ato të përbrencohen në dizajnimin e politikave publike. Duke ju falendëruar edhe në emër të Institutit Reinvest, shpresoj mirë. Faleminderit zotri Hashani.
Tani ftoj zotni Visar Vokrin, drejtori i programit brenda Institutit Reinvest, të bëj prezentimin e raportit në fjalë. Mirë Visare, mirëmëngjes gjithëve. Atëherë, siç edhe u tha më herët nga kolegu im Albani, ne me publikimin e dhënave të regjistrimit popullsisë vitit 2024, së bashku me zyrën e UNFPA-s në Prishtinë, kemi marrë një iniciativë për të analizuar dhënat e censusit për regjistrimin e popullsisë vitit kaluar dhe eventualisht për të identifikuar implikimet në fusha të ndryshme. Këtë herë ne do të ndalemi të analizojmë implikimet kryesore në disa fusha. Fillimisht shohim se ndryshimet demografike dhe flokja e popullsisë çfarë lloj ndryshime do cilin ose çfarë implikime do cilin në aspektin makroekonomik. Ndryshimet demografike në arsim pastaj, shëndetësi, migrimin e brendshëm, lidhjen e popullsisë brenda territorit të Kosovës dhe gjithashtu zhvillimin hapësinor dhe përqendrimin demografik të popullsisë në zonat të caktuara në Kosovë. Dhe në fund do të mënyrë të përmbledhur do t'i paraqes disa prej gjetjeve kryesore të pasuara me disa rekomandime eventuale politikave të cilat eventualisht do të duhej ndoshta të merreshin parasysh ose minimalisht të reflektojë atyre në mënyrë që të adresohen këto imbalanca që na i sjell ky ndryshim demografik në vend. Po e filloj me piramidën e popullsisë. Po e shohim në 2011 struktura mboshore e popullsisë ka pas shumë një formë piramidës që do duhet thjesht ndoshta me një vend me popullsi të re. Mirë po viti 2024 kur na shpërfaq një realitet tjetër, që tani piramida e 2011 tani më nuk po duket si piramidë, po më shumë si ndoshta një vazo, duke shpërfaqur pra plakin e popullsisë, siç po e shohim grup moshat mbi 20 vjet, pra kam pësuar një rritje, duke u tkur në anën tjetër popullsia e re në moshë nga 0 deri në moshën 14 vjeçare. Në mënyrë pak më të agreguar nëse i shohim grup moshat, nëse në vitin 2011 kemi pas 28% popullsisë në grup moshën 0 deri në 14, në 2024 kemi 21.8% popullsisë, ka një rritje të grup moshës apo popullsisë në moshë pune që eventualisht do të duhej ndoshta të reflektoj në shfrytëzim më të mirë kësaj strukture popullsisë për të përfituar nga dividenda demografike. Mirë po, kjo nuk do të thotë që kjo strukturë popullsisë do të vazhdoj kështu, siç po e shohim tash edhe nga dy indekset që ne i kemi gjeneruar nga dhënat e regjistrimit popullsisë. Raporti i plakës si proporcion i popullsisë mbi 65 vjet në raport me popullsinë 0 deri 14 vjeç është rritur. Treni po e shohim pra nga dhënat e censusit në vitin 2006 tani deri në vitin e kaluar pra censusin e fundit, pra pas censuse që kemi pas pak a shumë një trend drejt pra të plakjes së popullsisë. Pra për ne të moshuar kemi në 2024 kemi dy le të themi fëmijë të grup moshës 0 deri 14 vjeç, përderisa në 2011 ndoshta kemi pas 4. Në anën tjetër po e shohim që edhe varësia e kësaj grup moshës 65 plus si proporcion i moshës i popullsisë në moshë pune 15 deri në 64 është duke u rritur, nëse kemi pas rrit në vitin 2011 tani kemi 16. Nëse shohim eventualisht raportin e varësisë tani duke i agreguar dy kategoritë, dy grup moshat 0 deri 14 deri 65 plus si për pjesë e popullsisë në moshë pune,
shohim që kemi një rënje, po kjo eventualisht mund të vije për shkak të ndoshta rënjes së popullsisë në grup moshën 0 deri 14. Këtë na evidentojnë pra plafon e popullsisë, po na evidentojnë edhe projekcionet e popullsisë. Këto projekcionet nuk i kam paraqit në vlera absolute, sepse unë besoj që ato do të rishikohen, Avniu mund të konfirmoj këtë, sepse në gjithë skenarët që i kemi pasur deri tash sa i përket trendeve, projekcioneve të popullsisë, pra po e them si vlera absolute, janë më të larta se sa regjistrimi aktual, pra regjistrimi i të popullsisë. Po si strukturë, unë besoj që pak a shumë ndoshta kjo do të jetë në vitet në vim. Pra po e shohim që ka një trend, do të ketë një trend të rritjes së ky trend do të vazhdojë edhe në vitet në vim, pra popullsia moshë më shkyrë 65 plus do të vazhdojë të rritet, në anën tjetër do të bie numri ose raporti i popullsisë